Shikos nderuar, mirë mbrëma, mirë qofshi dhe mirë të erdhët në emisionin VIP. Intervista, emisionit cili si zakonisht rrjedh drejt për drejt nga në çdo të martë në televizionin në tema. Mysafiri juaj dhe yni kësaj radhë është zotri Jakub Krasniqi, kryetar i Kuvendit të Kosovës. Zoti Krasniqi, mirë mbrëma dhe mirë të erdhët. Mirë mbrëma për juve, për shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit për ftesën. Ka javë që po shkruhet, e flitet, po shpërndahet këtë javë parlamenti, po shpërndahet këtë javë. Cila është e vërteta? Kur po shpërndahet parlamenti, kur po mbahen zgjedhjet e lira? Realisht çështja nuk do duhej të shtrohej kështu, se kjo nuk është një praktikë e njohur ndërkombëtare, por nganjëherë vendet që janë tranzicionin demokratik, ndodhen edhe çështje që nuk ndodhen në demokraci e konsoliduara, ose në demokraci që kanë të tradit, se institucioni përfaqësues në një shoqëri ku nuk është problemi kryesor i cili duhet të shpërbëhet, por ose të shpëndahet. Nëse në një shoqëri krijohen probleme, dhe sigurisht që edhe në shoqëritë më të konsoliduara ka probleme, ato probleme i shkakton ekzekutivi, i shkakton qeveria. Dhe nëse punët e një vendi nuk shkojnë mirë, përgjegjësia e parë që duhet kërkohet është të ekzekutivi. Dhe opozita ndoshta do duhet më tepër të orientonte kërkesën e vet të një mocion mosbesimi për qeverinë dhe i cili do të ishte shumë më i lehtë se sa shpërndarja e Kuvendit. Pse? Për qeverinë, për mocionin për mosbesimin për qeverinë kërkohen 61 vota të deputetëve, kurse për shpërndarjen ose siç po thuhet shpërbërjen e Kuvendit kërkohen 2/3 e votave të deputetëve, që do të thotë 80 vota. Dhe është pak sa më e vështirë të fitosh 80 vota se sa të kesh gjatëni. Në fund, pra të këtij mandati të paralajmëruar, patët disa çështje mjaft të nxehta në parlament, ishte çështja e votimit të gjykatës speciale për Kosovën, por paralajmërohet që seancën e fundit para shpërndarjes të jetë në rendite edhe çështja e votimit për forcat e armatosura të Kosovës. Cili është relacioni, bashkëpunimi me deputetët e minoriteteve? A do të procedohet kjo njëkohësisht apo si do të rrjedh kjo? Në çdo vend, pra edhe në vendin tonë, për të formuar koalicioni qeverisës, përgjegjësinë me kushtetutë ka subjekti më i madh. Pra, subjekti më i madh në rubrikën e Kosovës, në këtë mandat qeverisësh, ishte Partia Demokratike, në koalicion me koalicionin për Kosovë 3 dhe me komunitetet pakicë, si të komuniteteve tjera pakicë, si që janë turqet, bosnjakët dhe të tjerët, dhe komuniteti serb. Dhe përgjegjësinë për të mbajtur koalicionin në numër dhe për të pas një funksionim më stabil edhe në parlament edhe në qeveri e ka koalicioni qeverisës. Dhe tani duhet t'i tham dy të çështje. E para, nëse kihet parasysh numri i deputetëve në Kuvendin tonë dhe votat e qytetarëve, ne kemi pas një shumicë parlamentare që në fakt nuk ka qenë shumicë qytetare. Pse po tham këtë? Pse opozita i ka pas votat qytetare, kurse pozita i ka pas numrat e deputetëve, për faktin që dihet se deputetët e komuniteteve pakicë kanë ardhur pa votën qytetare, ose janë vetëm 5 deputet
prej 25 deputetëve që kanë ardhur me votën qytetare dhe 20 e tjerë kanë ardhur me venet e rezervuara. Dhe kjo ka bërë që në fakt në Kosovë nëse bëjmë një dallim mes shumicës parlamentare dhe shumicës qytetare, do të thotë ka qeverisë pakica qytetare në një anë dhe shumica parlamentare në anën tjetër. Kështu që kemi pas realisht po ky është një farë, si themi, diskriminimi pozitiv që ndodh në demokraci dhe ky diskriminim pozitiv është pasojë e bisedimeve të Vienës, është do të thotë pasojë e dokumentit gjithëpërfshirës të presidentit Ahtisarit, ky dokument ka qenë pjesë edhe e kushtetutës, që në fakt ne kemë treguar një vullnet të mirë për komunitetet pakicë. Tani po vjen momenti kur këto komunitete janë bërë pengesë. Dhe seancat të fundit kemë pas 2 pengesa. Një ligji për arsimin e lartë, i cili janë çdash të merë edhe shumicën e deputetëve të shumicës, edhe shumicën e deputetëve të pakicës, nuk arrit të merë shumicën e deputetëve të pakicës dhe për pasoj ligji për arsimin e lartë ka mbetë i pavotuar. Tani kemi amendamentet kushtetuese për kalimin nga Forca Sigurisë Kosovë në Forcat Armatosura të Kosovës, të cilat amendamente kanë mujt të shkojnë para sa kohësh, pasi gjykata kushtetuese i ka kthyer dhe pasi t'i kthen gjykata kushtetuese parlamenti nuk duhet të bëhet pengesë për kalimin e atyre amendamenteve dhe në këtë rafsh edhe këtu kemi pengesën që na vjen nga komunitetet pakicë për faktin se në çdo amendamentim i kushtetutës do t'i ketë 2/3 edhe të komunitetit shumicë, do të shqiptarëve, edhe të komuniteteve pakicë, dhe kështu kemi një votim të dyfisht, dhe ky votim i dyfisht po e pengon miratimin e amendamentet kushtetuese që kanë të bëjnë me forcat e armatosur të Kosovës. Sigurisht pas kësaj duhet bëhet dhe me një ligj të ndryshohen disa ligje që gjithashtu kanë të bëjnë me forcat armatosura të Kosovës, edhe këto ndryshime kërkojnë votimin e dyfisht dhe kështu është krijuar një problem në zinxhir. Problemi është se komunitetet pakicë po kërkojnë të ruajnë venet e rezervuara, të cilat me këtë mandat është përfunduar dhe tani kanë venet e garantuara, do thotë i kanë 10 venet të garantuara, por jo edhe të rezervuara. Kështu që është një dallim këtu, bukur i mirë, dhe unë mendoj që edhe kështu siç janë, si vendet e garantuara, ne jemi të bindur se kemi vendosur një standard të ri që për komunitetet pakicë nuk ekziston në asnjë vend të rajonit tonë dhe nuk ekziston në asnjë vend Bashkimit Evropian. Do thotë edhe kështu siç janë, kemi vendosur një standard të veçantë në kontinentin tonë, megjithatë janë bërë pengesë për faktin se ata po dëshirojnë të kenë më shumë vende se sa që kanë të drejta për të pasur. Në fakt, ka pas mundësi që dilet nga kjo udhkryq? Është një dokument që Pala Joni ka dokumentin gjithëpërfshirës e ka respektuar në plotëni. Dhe mandatet kanë përfunduar. Komunitetet pakicë është dashur të pajtohen me këtë dhe të pajtohen me vendet e garantuara, se mendoj që edhe ajo nuk është pak, dhe do duhej që kjo çështje as ma të shtrohej për debat dhe nuk do duhej të bëheshin pengesa as ligji për arsimin e lartë dhe as amendamentet kushtetuese dhe as ligji që duhet vjen për ndryshimin e disa ligjeve pas ndryshimit të emrit nga Forca Sigurisë Kosovës në Forcat Armatosura të Kosovës. Zoti Krasniqi, sikur të shoqëria civile, të qytetarët, ka një perceptim se çështjet imediate qytetarëve të Kosovës nuk janë shumë të hapura për debat, sikur nuk ka debat mjaftueshëm edhe për këtë çështje. A sa ekziston rreziku që
që këto gjëra jo të mira të bartën edhe në përbërjen e ardhshme apo në mandatin e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës. Shikoni, debatet në një shoqëri demokratike realisht janë ato që bëjnë shoqëri demokratike. Diskutimet edhe mendimet e kundërta janë ato që bëjnë demokracinë dhe avancojnë demokracinë. Dhe debatet duhet të ketë. Por në këtë rast debatet duhet zhvillohen në parlament. Çdo përpjekje, unë gjatë këtyre 2 mandateve, sekretari i Kuvendit, nuk kam lejuar që asnjë kërkesë që ka ardhur për të debatuar në Kuvendin e Kosovës mos ta pengojmë, se jam i bindur që duke ngulfatur diskutimin, debatin në institucionin përfaqësues qytetarët të Kosovës, atëherë ti e hap një derë tjetër, jo për të diskutuar dhe debatuar në Kuvend si institucion që duhet diskutohet, duhet debatohet dhe duhet morën vetimet, por atëherë i jep mundësi që debati, diskutimi të zhvillohet në rrugë dhe kur çështjet nga institucioni dalin në rrugë, atëherë gjithnjë pasojat janë më të mëdha. Kështu që jam përpjekur që debati për gjitha çështjet të zhvillohet në Kuvend dhe Kuvendi ta ketë përgjegjësinë për të marrë vendimet që janë në interes të qytetarëve, se në fundit ne jemi aty për të mbrojtur interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kur themi mungon debati, sikur çështja e gjykatës speciale që u votua së fundi për qytetarët erdhin nga qielli, pak është dëgjuar e debatuar për çështjen. Pavarësisht ndihmës që na ka dhënë është një vërtetë e madhe, por realisht këtu ka pak probleme, ndoshta edhe me mënyrën se si qytetarët e Kosovës janë përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës. Kjo është e para. E dyta është se liderët e partive politike sigur kanë ndikuar që të partitë politike mos e debatojnë dhe të shkojnë shpejt në vendimarrje, bili ka qenë bindje se nuk do të ketë debat, megjithatë njerëzit që janë emëruar për të debatuar ju është dhënë hapësira e plot, por është partë një pjesë e mirë e opozitës dhe të një pjesë e bukur e madhe e pozitës, mos gatishmëria për të debatuar, por me njëherë për të shkuar në votim. Mandej kemi pas edhe diskutime që kanë qenë shumë kontraverze, si që është ai kryeministrit, si që është i një deputeti që thoshte se ky vendim që do të merret dhe ky votim për gjykatën speciale bie ndesh me kushtetutën dhe në anën tjetër votonte, do thotë kishim, do thotë është kundër kushtetutës, por votoi me të, është një fyrje për Kosovën dhe qytetarët e saj dhe fund po thras për votimin e asaj fyrje, do thotë ndoshta më mirë një debat i tillë, një diskutim i tillë mos u zhvilluar se për të zhvilluar, dhe kështu debati kryesisht është përqendruar atë të deputetët e vetë vendosjes, por të parti tjera realisht ka qenë një debat shumë i butë, ose ka qenë më tepër një gatishmëri për ta kapërcyer pa debatuar se sa për të bërë një debat mirëfillt. Unë mendoj që shoqëria kosovare në përgjithësi nuk i ka pa problemet që rrjedhen pas atij votimi dhe sidomos nuk ka shikuar mirë ana politike e problemit. Cila është ana politike e problemit? Ana politike e problemit është se tani për 5-6 vite problemi kryesor që do të trajtohet në mediat evropiane, s'po thamë edhe ma lartë, por për neve mjaftojnë mediat evropiane, do të ketë të ashtu quajtura krimet luftës sipas pretendimeve të senatorit Dick Marty, dhe unë mendoj që do të flitet për krimet e pretenduara
të ushtrura në Kosovë, qoftë gjatë luftës, qoftë pas luftës, dhe nuk do të flitet për krimet faktike të ushtrura nga regjimi i Beogradit në Kosovë, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Do të kjo në fakt është një dëm i madh politik që do t'i shkaktohet Kosovës në 5-6 vitet e ardhshme. Po justifikimi ishte se ne po e votojmë, po e kalojmë një dëm atë vogël për të mos ardhur një dëm pak më i madh. Se kush vërtet bëri krimin në Kosovë e ka ditur bota me kohë, apo kosovarët nuk e faktuan këtë? Unë parimisht duhet ta them një gjë. Për mu drejtësia është drejtësi. Qoftë kjo çështje kemi votuar ne, qoftë nëse do ta merrte një vendim në Këshillin e Sigurimit që nuk i besoj shumë asaj variante, pasi Këshilli i Sigurimit e ka pasur një tribunal të miratuar dhe që funksionon në Hagë, për tribunali i Hagës. Tjetër, ne dim që edhe në tribunalin e Hagës ka pas akuzat të pabazuara dhe kanë shkuar njerëzit, për shembull Fatmir Lima i ka nejtë 33 muaj në burg dhe pas 33 muajve është liruar i pafajshëm. Zoti Haradinaj edhe më shumë. Zoti Haradinaj do të thotë 2 herë është përsërit gjykimi i tij atje, do të thotë diku në rreth 7 vite ka zgjatë krejt ai dënim dhe në fund gjykata ka shpallë të pafajshme. Sigurisht që Tribunali i Hagës ka pasur edhe materiale të tjera në hulumtim, por nuk ka gjetur lëndë për të hetuar dhe për të dënuar dhe ja ka kthyer këtë rast gjykata ndërkombëtare në Kosovë në fundit gjatë tyre 15 vite në Kosovë ka qenë administrimi ndërkombëtar, do thotë gjykatës ka qenë dy, prokurorët kanë qenë dy, Euleksi moshti trup e bashkimit profesionale, bashkimit evropian. Do thotë dhe ata kanë shumë merren me këtë lëndë, por ne dimë që Fatmiri edhe në këtë rast 2 herë është dalë para, është përsërit i njëjti gjykim dhe 2 herë është shpallë i pafajshëm. Do thotë mund mendoj që komunikimi i njerëzve që janë akuzuar nga Tribunali i Hagës, komunikimi i gjithë shoqërisë kosovare dhe nga dëshmëria e njerëzve që janë akuzuar nga Tribunali i Hagës për tu përgjegjur, unë mendoj që ka qenë shumë e mirë e onës. Nuk ka krahasim Kosova as me Serbinë, ndoshta bile as me Kroacinë. Dhe në anën tjetër, po të shikojmë se sa dënime janë bërë për krimet e kryera në Kosovë, mujë me thonë që janë një dënim e gjys. Nëse marrëm edhe akuzat e Miloševićit, i cili ka qenë edhe për Kosovën edhe për Bosnjën. Edhe një i vetëm është përgjegje në Hagë për krimet në Kosovë, edhe ata jo për krimet që i ka bërë Serbia në vitin 1998, por për krimet që janë bërë në vitin 1999. Do të thotë, kjo është e vërteta dhe po të shikohet numerikisht për krimet e luftës, më shumë janë ngrita këta akuzat për shqiptarët e Kosovës se sa për serbët që kanë bërë krimin në Kosovë edhe në vitin 99, edhe në vitin 98, mos themi edhe bile edhe më herët. Kështu që është një debalancë i madh në mes atyre që vërtet kanë bërë krimin në Kosovë dhe të atyre shqiptarëve për cilët pretendohet se pas kanë bërë krime. Zoti Krasniqi, ju ditën kur votua ishit të rezervuar për këtë. Dikush e lexoi kinse ju edhe po i friksoni se mund të jeni edhe njërin nga ata që do të mund të keni akuzë për krime lufte. Unë kështu po ta shohim figurativisht, ta marrim, themi se unë i kam pas 101 arsye përpara për votuar ose mos votuar. Mund me thonë që kanë qenë 100 arsye për mos më votuar dhe 1 arsye ka qenë për të votuar. Kjo arsyeja që unë kam qenë dhe unë pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kjo për shkak të percepcionit që e kanë qytetarët. Për ndryshe, as se kam ndërmend, as janë friksuar, kam qenë dhe dëshmitar për luftën që është zhvilluar në Kosovë 2 herë dhe asnjë problem nuk e kam dhe jam i bindur që
askush së në thotë gjë, se cili e din punën e vetë, se cili e din veprimin e vetë, por unë kam qenë i bindur se po të ishte kërkesa për të kërkuar për krimet që janë bërë nga ushtria shqiptare të Kosovës deri më 22 qershor natë kur është në shku marrëveshja e demilitarizimit, do të kisha thënë po, por nuk është precizu koha është lënë edhe pas vitit natë dhe unë mendoj që është ndërhy këtu, është ndërfut krimet e luftës për t'i dhënë fuqi krijimit të gjykatës, po jo pse ka fate. Do të sakt deri kur ka vepruar UÇK-ja? Po data e saktë është me natën e 22 qershorit në aeroportin e Slatinës është nënshkruar marrëveshja mes kryeministit të atëhershëm të qeverisë përkohshme zotit Thaçi dhe generalit Jackson. Dhe kjo është periudha kur UÇK-ja është e demilitarizuar. Tani në shtator po ati viti është formuar trupa mbrojtëse të Kosovës dhe lufta në Kosovë mes NATO-s dhe Serbisë është nënshkruar në Kumanov me 10 qershor, mes NATO-s KFOR-it që erdhen edhe ushtrisë shqiptare të Kosovës është nënshkruar me 22 qershor dhe këtu kemi përfundimin e luftës. Gjithçka që është zhvilluar pastaj nuk mund të lidhet me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Çfarë mendoni ju, sa këto vendimet e fundit që janë lënë që të vendosë parlamenti do ta rrezikojnë qershorin për si datë e pëlqyeshme apo kohë e pëlqyeshme për zgjedhjet e parakohshme? Unë mendoj që këtu na kemi një fat që dhe këtu ka një lojë të strucit. Unë mendoj që ka lojë, ka jo seriozitet, ka jo sinqeritet, se kryesisht kjo çështje është mediale. Ma shumë kanë shkruar mediat dhe unë mendoj që kjo çështje është bërë për faktin se me u zhvendos nga problemet reale që i ka Kosova dhe qytetarët e saj dhe më marrë me çështje kur po shpërbëhet apo shpërbëhet kuvendi i Kosovës. Të funit, nëse edhe pozita dhe opozita janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje në qershor, kanë mujt ta bëjmë me një mocion ta mos besues ndaj qeverisë dhe me njëherë në 45 dite dhe duhet mbaheshin zgjedhjet e reja të lira, të parakohshme. Ky mandat që në fillim u kontestua i parlamentit për shumë deputet çështja e një procesi ndoshta dhe jo të rregullt votues. Mirë po, atëherë pati një entuziazëm se brenda këtij mandati do të bëhet një reformë zgjedhore. Tash sfundi prap ligji për zgjedhjet nuk ka kaluar. Sa kujtoni që është i përgatitur Komisioni Qendror Zgjedhor për zgjedhje. Si mund të shkohet pa reformat mirëfillta? Pse subjektet politike janë centralizuar e të tjera? Problemi do ta shikojmë kështu. Problemi nuk qëndron te Komisioni Qendror Zgjedhor, sa i më i përgatitur është shkon në zgjedhje me ligjin ekzistues sa me reformën ose ligjin e ri zgjedhor, për faktin se duhet disa procedura, duhet të ambientohen, duhet të përgatiten dhe sigurisht kërkon ndoshta edhe mjete më shumë. Shikoni, vërtet gjërat kanë filluar prej fillimit të këtij mandati dhe mendoj që ky proces në një formës tjetër ka qenë i korruptuar dhe gjitha institucionet që kanë dalë nga një proces zgjedhor i korruptuar e kanë marrë po atë në ofk. Kështu që janë bërë përpjekje edhe nga ne vendorët, edhe nga ndërkombëtarët që të njëherë ka qenë mendimi që të shkurtohet mandati i qeverisës, do të thotë i kësaj legislature dhe ka qenë dikun 3 vjeçar dhe zgjedhjet është dashur marrë në fund vitit të kaluar. Megjithatë reforma nuk është bërë, partitë politike opozitare nuk kanë qenë të koordinuara. Po një konsenzus asë kohë. Realisht mendoj që tri subjekte relevante. Qeveritë, do të thotë partitë parlamentare opozitare u tërhoqën nga kërkesa dhe marrëveshja që ishte në kuvend që janë formuar 2 komisione që ne e quajmë atëherë ad hoc, një
për amendamentet e kushtetutës dhe që kishin të bënin me ndryshimin e ligjit presidentit dhe pozicionin e presidentit që mos votohet nga kuvendi, por del nga zgjedhjet drejt për drejtat e qytetarëve, edhe këtu amendamente nuk shkuan, nuk do të thotë u bë puna, por nuk pat vullnet për shkuar në zgjedhjet e presidentit nga qytetarët, dhe kishte komisioni tjetër për reformën zgjedhore, që dihet se problemi ishte të ligjit dhe të zgjedhjet, ndoshta jo shumë të zgjedhjet, sa të njerëzit që ishin pjesëmarrës në procesin zgjedhor, se shpesh ligjit nuk duhet ja lënë fajin, në fakt nuk ishte faji të ligjit, por ishte faji të njerëzit që ishin në procesin zgjedhor dhe të njerëzit që donin me e orientuar aty ku dojnë ata dhe votën, dhe jo aty ku e ka orientuar qytetari. Do të thotë problemi ka qenë i njerëzve, jo i ligjit. Kështu që u formu edhe komision. Edhe ky komision bëri një punë të madhe, por nuk ishte vullneti politik, liderëve politik për të bërë një reformë të tillë. Pastaj çështja prej subjekte politike erdhi në kuvend, kuvendi e bëri disi atë ligj edhe ndonë se pa përfunduar dhe pa një marrëveshje të merrfet politike dhe pa një marrëveshje të merrfet politike. Siç është ligji zgjedhor i cili i kërkon 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, është vështirë të arrihet. Dhe kështu kemi ardhur deri këtu, dhe tani nëse kemi parasysh ligjin dhe kushtetutën se kur duhet bëhen pas miratimit ligjit zgjedhjet, nëse miratohet ligji tash, zgjedhjet sipas ligjit dhe sipas kushtetutës duhet bëhen 6 muaj më pas, do të duhet bëhen për 6 muaj përgatitjet e duhur nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Dhe realisht tash mund të themi jemi në një gjendje që ende nuk i kemi të përfunduar ligjet zgjedhor, dhe nëse shkohet në zgjedhje dhe nëse merren vesh partitë politike, qoftë në shpërndarjen e kuvendit, qoftë në mocion mosbesimit, duhet shkohet në votimet e përgjithshme me ligjin e vjetër. A thot nën kupton kjo se qershori do të kontestohet si datë e përafërt? Ka ende afat dhe mundësi për të zhvilluar në qershor, unë mendoj që përcaktuese do të jetë java e ardhshme. Do të kemi një ndërprerje 2 minutë për një blok reklamash dhe do të kthehemi bisedës më vonë. Sërish i kthehemi rrjedhës drejt për drejt të bisedës me zotri Jakub Krasniqin, kryetar i Parlamentit të Kosovës. Zoti Krasniqi, sa garanton ligji i cili pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës zgjidhjet atyre mungesave që kishim në procesin zgjedhor më herët? Unë përsëri po them, ligji sigurisht është i rëndësishëm, por varet shumë nga vullneti i subjekte politike në Kosovë, sidomos subjekteve më të mëdha politike, që kanë komisioner dhe vëzhgues në çdo vend votim, dhe nëse ata e kanë gatishmërinë që Kosova ta fillon një fazë të re të organizimit të zgjedhjeve, të mbajtjeve të zgjedhjeve dhe të rregullsisë së zgjedhjeve, pa ndërhyrë në vullnetin e qytetarëve. Përndryshe është vështirë të mbahen ti me ligj ti përcaktosh dhe bësh një ligj që i parashëll gjitha dhe i parandalon veprimet e njerëzve. Është shumë vështirë. Do të duhet jetë një vullnet i njerëzve të politikës, duhet jetë një vullnet dhe një përgjegjësi e njerëzve që e marrin përgjegjësinë për të ruajtur votën e qytetarëve, dhe nëse kjo përgjegjësi ngritet, unë jam i bindur që edhe me ligjin e vjetër, edhe me ligjin e ri, mund të bëhen zgjedhje të mira. Problemi është të listat e hapura me shumë kandidat, se partitë politike po i kanë përfaqësuesit e vet. Do të thotë vota e rrezikohet jo aq shumë mes subjekte politike se sa brenda kandidatëve të subjekte politike. Dhe këtë problemi është si të ruhet vota e qytetarit që jep për një kandidat në listën e së çdo parti.
Po çështja e rëndësishme është konsideruar në radhë parë nga shoqëria civile, por edhe nga qytetarët zonat zgjedhore. Prapë nuk po hiqet dorë nga një zonë zgjedhore në Kosovë. Kjo sigurisht don një debat më të gjerë dhe me një përgjegjësi ndaj më të madhe. Edhe kështu që është Kosova nuk ka ndonjë problem. Unë mendoj që duhet lufta e kandidatëve të bëhet brenda partive politike dhe në të ardhmen ndoshta duhet shikohet që rezultati për të qenë më i lehtë, siç është edhe në Maqedoni, siç është në shumë vende tjera me listat e mbyllura, rezultatet dihen më shpejt. Listat e hapura e delikojnë procesin dhe vështirësojnë dhënien e rezultateve në kohën e duhur. Kjo është një nga çështjet që duhet ta kemi parasysh. Është një e mirë ai votimi i hapet, por te ne ka krijuar probleme mu ajo pjesë. Duhet bëhet një debat ma i gjithanshëm. Dhe duhet ndoshta në të ardhmet mendohet edhe për krijimin e zonave. Po një gjë është e sigurt, qytetarët e Kosovës me këtë mënyrë janë më mirë të përfaqësuar. Se më lehtë mundet me hyrë një subjekt politik me Kosovë një zonë me një 5% se sa në zona. Në zona atëherë do të thotë ngushtohet rrethi subjekteve politike. Megjithatë duhet këtë krijimin e zonave që unë do ta preferoja, i ka dhe dy vështirësi. E para është për komunitetet pakicë, do të thotë, ndoshta ata mund gjendet në një variant për krijon një vështirësi për komunitetet pakicë, dhe në anën tjetër ndoshta krijon një vështirësi edhe për kuotën e gruas që ne kemi 30%, ndoshta edhe këtu krijohet një vështirësi. Po megjithatë duhet zhvillohet një debat më përmbajtësor dhe me gjetë një reformë ose me gjetë një reformë të një vendi që ka dhënë rezultate më të mira. M'duket këtë formë që shushe kemi ne, jemi vendi vetëm që e kemi dhe unë personalisht mendoj që duhet ndoshta tjekum dorë nga ky sistem që kemi. Kur jemi te listat e mbyllura, sigur përfitohet një perceptim se subjektet politike nuk po hapen sa duhet për shkak të nivelit të ullit të demokracisë së brendshme. Çfarë kujtoni, si vlerësoni ju këtë? Kjo është shumë lehtë. Ne kemi 4 legjislatura. Kemi legjislaturën e parë, legjislaturën e dytë, legjislaturën e tretë dhe legjislaturën e katërt. Dhe po të shikohet edhe përfaqësimi rajonal i deputetëve në kuvend, edhe të shikohet përfaqësimi politik dhe intelektual i deputetëve në kuvend, legjislatura e fundit i ka këto mangësi. Nuk ka një përfaqësim rajonal të mirë, nuk ka një përfaqësim politik dhe intelektual të mirë, dhe kështu mund themi përfaqësimin më të dobët qytetarët e Kosovës e ka pas në legjislaturën e fundit. Juve duke qenë në kryet Parlamentit Kosovës në këtë mandat dhe mandatën e kaluar, ju ka rënë shumë të bashkëtieni një urë lidhëse ndërmjet subjekteve politike. A keni ndonjë opinion për shembull për gjitha subjektet politike, cilat janë anët pozitive dhe anët negative sipas jush? Filloj me PDK-n. Shikoni, ndoshta është thirrë të them se mund të merrem jo i ashtu mund merrem i anshëm. Dhe çdo kund ku duhet merret i anshëm është vështirë për ta thënë ato që është krejt reale, ndoshta edhe ma e mira për ta thënë. Megjithatë, Partia Demokratike, edhe pse partia e koalicionit ka bërë shumë gabime se shpesh herë ka lëshuar kuvendin dhe në asnjë vend, në asnjë praktikë ndërkombëtare nuk ka ndodhur që koalicioni ta lëshon kuvendin për shkak të se s'ka pas numrat për të marrë vendimin. Do thotë, kjo është diçka që nuk është dashur të ndodhur. Në anën tjetër, një pjesë e madhe e opozitës realisht ka shkuar pas qerrës së vendimarrjes së shumicës dhe nuk e ka mbrojtur sa duhet qëndrimin opozitar. Kujtoni për LDK-n e keni fjalë? Por në realisht mund të themi edhe LDK-ja dhe AK-ja kanë qenë pjesë e këtyre marrëveshjeve që janë votuar në kuvend dhe që nuk kanë qenë shumë popullore për qytetarët tanë. Kështu që
ka mujdur ky kuvend me qenë ma mbikëqyrës, se kuvendi ka 3 detyra, është përfaqësues i qytetarëve, është legjvendës dhe është monitorues ose kontrollues i qeverisë dhe institucioneve tjera që dalin nga kuvendi, edhe pse në këtë mandat muj me thonë që ka pas një praktik, një përvojë më të mirë në mbikëqyrjen e zbatueshmërisë së ligjeve, por megjithatë ndikimi i kuvendit ende vazhdon të jetë larg asaj që do duhet të ishte. Sigur rezervuat pak për vetëvendosjen? Jo, nuk u rezervova, vetëvendosja e ka një qendrim tjetër dhe është i dallueshëm nga të tjerët. Prandaj edhe pse ndonjëherë edhe me ta kemi pasur probleme, por gjithë ato probleme do dëshiroj të shoh në kuadër të luftës politike që zhvillohet në kuvend. E pra kërën e Pacollit, sfundi patët edhe një përplasje përmes Facebookut? Shikoni, këtu janë një çështje që njerëzit, unë e thash dhe më herët, se ajo që ka derivuar nga një sistem zgjedhor i korruptuar, ka ndikuar dhe në institucione tjera, pa përjashtim. Njerëzit kanë vështirësi të pranojnë të vërtetën, populli thotë e vërteta dhem, dhe është një vërtet që dhem, gënjeshtra nuk dhem, sa dhem e vërteta. Kjo është dhe nuk kam diçka më tepër, ai ishte pjesë e koalicionit dhe i takon ajo që është thonë për partinë më të madhe. Çfarë mendoni për një paralajmërim të zotit Pacolli për një kallëzim penal ndaj jush? Shiko, ai mund të banë çdo veprim si duhet, unë kam sqaruar në një shkrim autorial dhe qëndroj prapa asaj që kam thënë, se nuk kam thënë diçka që s'është, letë përgjigjet, aty ka disa çështje që janë ngrit, letë përgjigjen e gjithë ato çështje nëse mund përgjigjen, por është çështje e tij, unë nuk do të merrem me ta, unë jam marrë me fenomenet negative që kanë ndodhur në shoqërinë e Kosovës. Pse ato fenomene godasin diçka është një çështje tjetër. A keni mund të flisni më herët për këto të pathëna në këto relacione? Shikoni, unë kam thonë vazhdimisht, por krijohen disa momente, disa situata që të obligojnë ta thush diçka që se ka thonë më herët. Zoti Krasniqi, në kuvendi ka monitoruar apo ka punuar edhe me disa agjencit pavarura që janë si trupat që i emëron kuvendi. Sa në vërtet kanë qenë pavarura, ta zëmë Komisioni Mbikëqyrës i pavarur, Komisioni pavarur për media, Agjencia Antikorrupsion? Shikoni, këtu tash unë kam vështirë të them, mendoj që kjo e pavarur është mjaft relative, kretë çështja është se sa agjencionet i veprojnë mbi bazën e ligjeve. Pavarësia është në respektimin e ligjit. A kanë respektu ligjin apo jo? Nëse e kanë respektu ligjin, do thotë ata se kanë kry funksionin e vetë. Ato agjencione që e kanë kry ligjin dhe kanë funksionu mbi bazën e ligjit, natyrisht e kanë kry detyrën dhe objektivat e veta. Së fundi ju tashmë jeni edhe në kryet të një subjekti të ri politik me deputetin Fatmir Limaj. Çfarë realisht janë pritet e juaja në zgjedhjet që pritet të mbahen në Kosovë? Shikoni, ne mendojmë që kemi ardhur në përfundim pas një debatit bukur gjerë, pas analizave të shumta, kemi ardhur në përfundim që Kosova ka nevojë për një rikonfigurim të ri politik dhe ka nevojë për një ndryshim të ri politik dhe ka nevojë për një përkushtrim ndryshe ndaj asaj që kemi parë gjatë këtyre viteve dhe natyrisht qëllimi është që të sjellim një frymë të ndryshime në politikën tonë dhe menjëherë pas saj qëllimi është që partitë politike ekzistuese janë barikaduar shumë dhe vetëm riciklohen njerëzit në kuadër të tyre, gjeneratat të tëra që janë rritur, janë shkolluar, dojnë të japin kontributën e tyre për Kosovën, për zhvillimet e saj, nuk janë dhënë mundësi. Ne konsiderojmë që nisma për Kosovën do t'jetë një subjekt i ri politik, e cila u hap perspektivë gjeneratat të reja për të qenë më vendimars në jetën politike dhe shoqërore në Kosovë. Përveç kësaj, ne kemi analizuar mirë
edhe gjendjen e shtetit të së drejtës dhe edhe vetë zhvillimet e fundit argumentojnë se jemi larg ndërtimit të shtetit të së drejtës dhe shtetit i së drejtës nuk nënkumton vetëm ligjin dhe rendin, po shteti i së drejtës nënkumton shtetin i cili udhëhiqet nga ligjet të standardeve evropiane, shtetin i cili me ligje krijon hapësirë për një zhvillim të ri ekonomik, shteti i cili krijon lehtësi për investitorët e brendshëm dhe të jashtëm, shteti që ka një përkujdesje për arsimin dhe shëndetësinë dhe në fundit shteti që jep një garanci për një punësim të qytetarëve të vetë. Ne në gjitha këto segmente që i thash kemi mangësi, prandaj duhet del një subjekt politik që thot çështja ime e parë është shteti i së drejtës dhe duhet ta mbyllum padrejtësinë në Kosovë. Çështja tjetër është zhvillimi ekonomik dhe shfrytëzimi i pasurisë së qytetarëve për qytetarët, jo shfrytëzimi i pasurisë dhe privatizimi i saj për klane të ngushta dhe individ të caktuar. Një arsim më cilësor, veç po të përcjellim fenomenet që kanë ndodhur vitet fundit në Universitetin e Prishtinës, me gjitha ato parregullsi, tregon se ne nuk mund të ndërtojmë një shoqëri të re, nuk mund ta kemi një zhvillim të ri pa njerëz të arsimuar, pa njerëz të ditur, dhe nuk mund të kemi njerëz të arsimuar dhe njerëz të ditur nëse në universitete dhe në shkollat tona ka njerëz që në mënyra më të parregullta kanë marrë pozitën e profesorit të universitetit dhe kjo praktik duhet të ndërpritet. Ta marrëm me segmentin e shëndetësisë, në spitalet tona më tepër njeri rrezikohet ku shkon për të marrë sëmundje se sa për të shëruar. Do thotë duhet ta kemi një qasje të re ndaj njeriu tonë, ndaj vendit tonë dhe në këtë rrafsh mendoj që ne dojmë të sjellim një frymë të re në politikën, edhe politikën përgjithësi, edhe politikën shtetërore, edhe politikën institucionale në veçantë. Si u përgjigjen analistëve të cilët shpeshherë kanë vlerësuar se nisma është një shkputje, thënë figurativisht, një coborë që është ndarë nga PDK-ja. Sa në vërtet ka njerëz të ri, gjak të ri, koncepte të reja, shtrirje të re, kuadra të reja, potenciale të reja? Unë mendoj që edhe po ta marrëm fenomenin e fundit të gjykatës speciale, më me thënë që ne nuk kemi analist, kemi njerëz që i japin opinionet e tyre, por analistës, analiza bën mbi disa fakte, mbi disa dëshmi. Me rezultate eksakte. Ne për shembull nuk kem pas një analist që del thotë po ka dalë. Në tribunali i Hagës i organizuar për ish Jugosllavin, ka dënuar kaq serb, ka dënuar kaq kroat, ka dënuar kaq bosnjak, ka dënuar kaq shqiptar. A kem po një analist tillë? Jo, pse nuk kemi analist. Do të thotë, ne të shkojmë në emisionet televizive për dhënë opinione. Edhe opinionet janë të mira, por një gjë du me thënë. Nisma dje... Por jo e folme me faktet. Dje i ka pas 2 muaj nga dalja publike e saj, nga zyrtarizimi i saj, dhe ne për 2 muaj jemi të shtrirë në gjithë Republikën e Kosovës. Sigurisht që ndoshta në më duket që është një numër më i madh i njerëzve të Partisë Demokratike. Në nisme vinë njerëzve që s'kanë qenë asnjë parti politike, vinë njerëz që kanë qenë gjitha partitë politike, dhe në këtë rrafsh ne nuk mund të themi që jemi shtrirë në të gjithë Kosovën dhe nuk mund askush na thotë se jemi një subjekt politik me një rajon të ngushtë. Nisma që në nismën e saj është në gjithë Kosovën, ka njerëz që nuk kanë qenë në politikë, ka njerëz që kanë qenë në politikë, po jashtë i largë
niveleve të nalta, ka njerëz që fare s'kan qenë politik dhe ka njerëz tri që s'kan qenë asnjë parti politike, por që do të jenë në nisme. Në këtë rrafsh më thonë që nisma edhe po të shikohen tubimet e saj në qytete të ndryshme të Republikës Kosovës, flet se kemi një vërshim të njerëzve të gjitha gjeneratave dhe të subjekteve të ndryshme politike. Zoti Krasniqi, krejt në fond do të kisha dëshiruar një opinion juaj apo një notë vlerësimi për dy përbërjet e fundit të Parlamentit të Kosovës me që keni qenë në krye. Sa është arrit dhe sa është dëshiruar dhe sa është ndru e sa është realizuar? Shikoni, unë vërtet jam në drejtim të kuvendit që 2 mandate, në anën tjetër në kuvend jam që nga fillimi, në mandatin ku ishin në vitet e shtetë ndërtimit. Muj me thënë që në një mos kuvendi ka kry disa obligime për qytetarët e Kosovës, ka krijuar një infrastrukturë të kënaqshme ligjore dhe ligjet që miratohen në Kuvendin e Kosovës janë ligje që në shumicën e rasteve janë përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian, ka konsoliduar gjitha institucionet e shtetit, bile ndoshta kemi tepruar pak me institucionet e pavarura, kemi bërë shumë, për shembull Shqipëria ka shumë më pak se ne, dhe kemi bërë një praktik të mbikëqyrjes, por në cilin segment, si në segmentin e përfaqësimit, si në segmentin e ligjbërjes, si në segmentin e mbikëqyrjes, natyrisht neve na duhet shumë të punojmë. Kemi bërë një ecje, kemi bërë një praktik, edhe duke falenderuar mekanizmat të jashtme që ne kanë ndihmuar, duke falenderuar një bashkëpunimi që kemi krijuar me parlamentet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera të botës. Ne kemi pas një vizita edhe në Kanada, edhe në Turqi, edhe në Kuvajt, edhe në Jordani, pastaj në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, kemi pas marrëdhënie shumë të mira me Parlamentin Evropian dhe Parlamenti Evropian është institucioni vetëm evropian që e njeh shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. Kemi krijuar si themi një bashkëpunim të frytshëm me shumë kuvende të botës. Tjetër, ne edhe në muajin maj do ta kemi një vizitë, do të përmbohet një mekanizëm i ri i parlamenteve të vendeve të rajonit të Evropës juglindore, do të jemi edhe aty edhe në Rumani, edhe pse Rumania se ka njohur, por mundësia e diplomacisë parlamentare për të shkuar dhe në vende si ka njohur është më lehtë. Kjo ka bërë që ne do të kemi mundësi të jemi aty për të formuar një mekanizëm të bashkët dhe Kosova me qenë pjesë e atij mekanizmi. Në këtë rrafsh mendoj që ka edhe suksese, sigurisht që edhe një herë po tham lën për dëshiruar shumë, edhe një herë po tham në segmentin e përfaqësimit. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës, publiku Kosovës ka përfaqësues më kredibil për të pasur në Kuvendin e Kosovës. Ligjet, edhe pse në mos të mëdha janë të mira, mund të jenë edhe më të mira. Do thotë edhe administrata e Kuvendit është duke u përgatitur, duke u bërë më profesionale, më azhure për të ndihmuar deputetët në vendimarrje. Dhe në anën tjetër, edhe mbikëqyrja dhe kontrolli i qeverisë dhe i institucioneve të pavarura që dalin nga Kuvendi, do të thotë ka shënuar një trend pozitiv. Unë mendoj që është krijuar një bazament i mirë. Natyrisht vendimarrja në Kuvend varet sa është fuqia e koalicionit qeverisës. Tani ne po shohim, pasi jemi në fund mandatit, se koalicioni qeverisës nuk i ka numrat dhe ky koalicion qeverisë për shumë institucione nuk është duke mund të zgjedhur për shkak se nuk ekziston vullneti i deputetëve për të votuar, se tash e kemi një vendim të gjykatës kushtetuese i cili thotë se nëse në votim nuk marrin pjesë gjatë një vet, të thotë shumica për një pjesë kundër dhe një pjesë me abstenu, po numri duhet të jetë gjatë ne vendimi Kuvendi nuk ka marrë vendim, pra ka met pa vendimarrje. Ne kemi pas disa herë në kohën e fundit këtë çështje dhe disa institucione të pavarura
kanë me jetë pa kompletuara. Në fund të mos më mbetet tjetër pas të uroj në radhë parë shëndet, të uroj suksesin punën e më të tjeshmja dhe t'ju falenderoj në emër të stafit dhe shikuesve të televizionit Tema për kohën që gjetët jeni në këtë intervistë. Faleminderit, edhe unë ju dëshiroj juve fat dhe sukses dhe që të shtrirni sa më shumë në punën e juaj mediale. Ne falenderojmë edhe shikuesit që ishin me ne, në ndoqën gjatë këtij emisioni dhe nikosisht i ftojmë që edhe me tutjet jenë me emisionet që pasojnë në televizionin Tema. Natën e mirë dhe miropafshim. Faleminderit zoti Krasniq.